Përshëndetje miqtë e mi dhe mirë se erdhët tek e diela e ringjalljes. Dita që ndryshoi botën. Dita që e vendosi krishtërimin veçmas nga besimet e tjera fetare, sepse është fuqia e ringjalljes së Jezus Krishtit që na jep neve shpresë, jo vetëm në këtë jetë, por për gjithë përjetësinë, që do të jemi me të, me Jezusin e ringjallur për jetë të jetëve. Jam i lumtur që po na ndiqni. Dhe kur vini dhe shihni varrin e boshatisur, nuk mund të qëndroni pa folë. Ata që e kanë përjetuar heqjen e gurëve të dyshimit në jetën e tyre, që e kanë përjetuar fuqinë e shpërndarjes së reve të frikës dhe egoizmit, na ka mbetur vetëm një urdhërim. Shkoni t'u thoni lajmin më të mirë nga të gjithë. Vdekja është mundur. Jeta e përjetshme tani është e mundur dhe mund ta merrni atë, kur e pranoni Jezusin si të vetmin Zot dhe shpëtimtar. Unë dua që t'i hapim Biblat, ju lutem, te pasazhi që kemi për sot, te Mateu 28, vargjet 1 deri në 10. Unë dua që të përfytyroni me mua ato gra kur dëgjuan zërin e engjëllit. Se si ato fjalë u ngulitën thellë në kujtesën e tyre, thellë në brendësi të kujtesës së tyre, dhe që jo vetëm ato do t'i kujtonin ato fjalë, por që për gjithë jetën e tyre ato do të vazhdonin që të flisnin për ato fjalë, dhe që me të vërtet do të vazhdonin të përsërisnin fjalët engjëlli tha, dhe që këto ngjarje dhe këto fjalë nuk do të hiqeshin kurrë nga mendjet dhe nga zemrat e tyre. Dhe ato duhet të kenë diskutuar për këto fjalë shumë herë për gjatë gjithë viteve. Dhe këto fjalë dhe ngjarje u bën një pasion i zjarrt për to, jo vetëm për vite, por edhe për dekada. Do të flisnin pafund për to. Dhe për këtë arsye kam titulluar këtë mesazh Urdhërimet e ringjalljes. Do t'ju shpjegoj këtë përgjatë rrugës. Ka disa gjëra që unë dhe ju nuk duhet t'i harrojmë kurrë. Që këto gra nuk prisnin që të shihnin një ringjallje. Mund të lexojmë të gjitha shkrimet mbi dëshmitë okulare dhe t'i krahasojmë me njëra tjetrën. Gjëja e fundit që u shkonte në mendje ishte se do të shihnin një ringjallje. Në fakt ato kishin marrë disa erza të ndryshme, që është një traditë hebraike. Ato merrnin erza të ndryshme që të mbante erë të mirë dhe të vononin kalbjen e trupave të vdekur. Është një traditë shumë e lashtë hebraike. Dhe së dyti, ndërkohë që në mendjet e tyre po mendonin një mori të madhe gjërash, ringjallja nuk ishte njëra prej tyre. Një nga gjërat që po mendonin ishte se si do t'ju shpjegonin traditën e quarjes së erzave atyre ushtarëve italian që nuk ishin hebrenj. Si do t'ju shpjegonin atyre këtë, atyre që po e ruanin varrin? Ose se si do t'i bindnin ata ushtar romak 17 që të largonin gurin që ato të futeshin te trupi? Por për habin e tyre të plot dhe mund të them edhe të merr, kështu na thot pasazhi, guri ishte rrokullisur tashmë dhe mbi të ishte ulur një engjëll. Fjalët e para që dalin nga goja e engjëllit në atë varr bosh ishin: mos kini frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzua. Ato kishin qenë aty dhe e kishin parë kryqëzimin me sytë e tyre. Ai nuk është këtu sepse u ringjall sikurse kishte thënë. Më pas engjëjt u japin atyre 2 urdhërime. Le të shohim bashkë, lutem, gjysmën e 2 të vargut 6. Urdhërimi numër 1. Mateu 28, jemi ende aty. Ejani, shikoni. Ky është urdhërimi i parë. Së dyti në vargun 7 ai u thot: shkoni, t'u thoni. Dëgjimi i këtyre fjalëve të engjëllit, që Jezusi ishte ringjallur, nuk kam absolutisht asnjë dyshim dhe mund ta shihni në tekst, u ashtoi kujtesën atyre për këto 2 urdhërime. Këto 2 urdhërime i mprehën shqisat e tyre deri në skaj. Këto 2 urdhërime duhet të jenë bërë më të paharrueshme se çdo gjë tjetër që kishin përjetuar në jetën e tyre. Këto 2 urdhërime, pa dyshim, u ishin përsëritur me mira herë
dishepujve, dhe ato du t'i përsërisnin pa pushim dhe her pas here, jo vetëm gjatë jetës së tyre, dhe shumë prej tyre kishin vdekur për shkak të ringjalljes së Jezusit, dhe se besuan tek ai, e pan atë dhe ecën bashkë me të për mbi 40 ditë. Por ato po i përsërisim edhe ne 2000 vjet më vonë. Eja një shikoni, shkoni t'u thoni. Këto janë fjalë shumë të rëndësishme, ju lutem nuk duhet ju shpëtoj kjo. Këto janë fjalë shumë të rëndësishme për këdo. Për çdo njeri. Për këdo që e ka pranuar Jezusin e ringjallur si të vetmi Zot dhe shpëtimtar në jetën e tij. Por dua që t'u drejtohem pak para besimtarëve. Edhe po them para besimtarë sepse unë kam besim se deri në fund të këtij mesazhi, të gjithë para besimtarët do të bëhen besimtarë. Ejani të shihni dashurinë e Perëndis, që ishte kaq e madhe, sa ai dha birin e tij të vetëm lindur. Ejani të shihni fuqinë e Perëndis te varri i boshatisur. Ejani të përjetoni fuqinë e tij për jetën. Ejani të merrni paqen e tij që vjen duke e ditur se të gjitha mëkatet tona janë falur. Ejani të shihni dhe të përjetoni gëzimin në mes të dhimbjes së jetës. Ejani të shihni dhe të përjetoni ngushëllimin e tij në mes të frikës. Ejani të shihni dhe të përjetoni fuqinë ringjallëse që na ringjalli ne nga varri i mëkatit, vdekjes dhe fajt. Ejani të shihni Jezusin e ringjallur dhe merrni sigurinë e tij se do t'jeni me të në qiell për gjithë përjetësinë. Ejani dhe shihni. Jezusi dha një ftesë shumë personale te Mateu 11:28. Ai tha: "Ejani tek unë. Ejani tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do t'ju jap çlodhje." Nuk mund të ketë çlodhje larg nga Jezusi. Në fakt, Jezusi është i vetmi që mund ta jap një ftesë të tillë. As një guru, as një drejtues, as një profet nuk mund ta jap një ftesë të tillë. Ejani dhe shihni varrin bosh. Dikush deri tani me siguri po bën një pyetje, po Michael, pse është kaq i rëndësishëm varri bosh? Jo vetëm që është shumë i rëndësishëm, por është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha. Është më e rëndësishmja. Pse? Po mendojeni pak me mua. Mirë, dua vetëm që ta mendoni. Mendojeni me mua. Jezusi nuk është njeri i zakonshëm. Ai ishte Perëndia në trajt njeriu. Përpara se të mishërohej, Jezusi kishte bashk ekzistuar në Trininë e Shenjtë, në hynin, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Jezusi, Perëndia Bir, është i barabartë me Perëndin Atë. Dhe prandaj, mendojeni pak këtë. Mendoni pak sa e pa llogaritshme, sa e pa precedent, sa e pa shpjegueshme, dhe s'do mund ta kuptojmë plotësisht derisa të shkojmë në qiell. Sa e pa besueshme është përulësia e tij. Sa la më njan shkëlqimin dhe lavdinë e qiellit, dhe erdhi të lindte si një embrion në barkun e një virgjëreshe, që të na ndihmonte të lidheshim me Perëndin Atë. Prandaj duhet të kuptojmë se ai kaloi çdo gjë që kalojmë dhe ne, në mënyrë që kushdo që vjen dhe e pranon vdekjen e tij në kryq, si pagesë për mëkatin e tij, dhe që ringjallja e tij është siguri për ringjalljen tonë, atëherë ai mund të pajtohet me Perëndin Atë. Po ky nuk është një ripajtim i zakonshëm. Ne thirremi fëmijë të Perëndis. Por pastaj do të mund të shihni edhe diçka tjetër kur të vini dhe të shihni varrin e boshatisur. E kam fjalën për kryqin. Mendojeni pak. Ai ishte i pa mëkat, i pastër, i shenjtë. Ai nuk mëkatoi kurrë me mendime, fjalë apo veprime. Dhe u var në atë kryq, duke marrë mbi vete tmerrin dhe fëlliqësinë e mëkatit tim dhe mëkatit të çdo njeriu që vjen tek ai duke u penduar dhe u rrëfyer. Në fakt, 700 vjet përpara kryqit, profeti Isaia, ai profetizoi me një saktësi të përpikt për kryqin. Ja se çfarë thot ai kur e ka fjalën për Jezusin. Por ai u të ishpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të. Gjithçka u vendos mbi të. Ja se çfarë do të shihni kur të vini dhe të shihni varrin e boshatisur.
Do të shihni atë që shoh unë dhe me miliona të tjerë në mbar botën, besimtarët. Faktin që ne jemi bërë të vetëdijshëm për tmerrin e mëkatit, për natyrën e mëkatit, dhe që ne krijojmë një urrëtie ndaj mëkatit. Më dëgjoni. Para se të vija te Krishti, unë e doja mëkatin. Por kur unë erdha te Krishti, e urrej mëkatin. Dhe e dini se çfarë e urrej mëkatin në jetën time? Më shumë se në jetën e kujtdo tjetër. Sepse unë do të jap llogari për çdo fjalë që del nga goja ime. Duhet të dini edhe diçka tjetër që do të arrini të kuptoni kur të shihni varrin bosh. Ju do të kuptoni që të gjithë ne, gjithë secili për nesh, gjithë secili këtu, gjithë secili që po më ndjek, gjithë secili për nesh, të gjithë do të vdesin fizikisht. Disa njerëz fshehin kokën në rër dhe mendojnë se do të jetojnë përgjithmonë. Më dëgjoni me kujdes. Jo, po afron një ditë kur ne do të ndahemi nga të dashurit tanë, do të ndahemi nga miqtë tanë, do të ndahemi nga gjërat që njohim, do të ndahemi nga gjërat që zotrojmë. Por ne bëhemi realist kur vim dhe shohim varrin e boshatisur. Kur vini dhe shihni varrin e boshatisur të Jezusit, ju do të shihni vdekshmërinë tuaj fizike. Por shumë më e rëndësishme është se ju do të shihni jetën pas varrit. Ju do të shihni nevojshmërinë për të kaluar këtë jetë, për të përgatitur për jetën që vjen. Kjo jetë mund të jetë 50, 60, 100 vjet, por është e shkurtër në krahasim me përjetësinë. Përjetësia është një kohë shumë e gjatë. Ju do të shihni rëndësinë që të dini, pikërisht tani, nëse do ta kaloni përjetësinë në parajs me Jezusin e ringjallur apo në ferr me Satanin dhe me demonët e tij. Tani ka shumë predikues që nuk duan të ofendojnë njerëz dhe nuk duan të flasin për ferrin, por me këtë janë si një doktor që sheh një kancer dhe thotë unë nuk dua të ofendoj. Bibla flet për ferrin me një gjuhë që më bën të qaj. Sepse dikush më ka thënë para shumë vitesh kur mos bëj shaka për ferrin, sepse aty po shkojnë njerëz të vërtet. I lutem Perëndis që asnjë njeri që po dëgjon zërin tim tani të refuzoj Jezusin e ringjallur dhe të luaj bixhoz me përjetësinë e tij. As edhe një. Për këtë arsye, miqtë mi të dashur, është e një rëndësie të skajshme që kushdo që po më dëgjon t'i bëj vetes pyetjen, nëse do të vdes sot, a jam plotësisht i sigurt që do të jem në parajs me Jezusin e ringjallur? Mos gjeni qetësi derisa të përgjigjeni kësaj pyetje. Kur ju vini dhe shihni varrin e boshatisur, jo vetëm që keni për të parë një përullësi të pabesueshme, të paprecedente, të papërshkrueshme nga ana e Jezusit, birit të Perëndis, jo vetëm që do të shihni tmerret e mëkatit siç e sheh Perëndia, jo vetëm që do të shihni që do të përballeni me vdekjen dhe bëni mirë që të filloni tani, por kur vini dhe shihni varrin e boshatisur, do të shihni se vetëm Jezusi dhe vetëm Jezusi dhe vetëm Jezusi, i cili u ringjall prej së vdekurish për të mos vdekur më kurrë, mund t'ju jap juve jetën e përjetshme. Ai u ringjall prej së vdekurish për të mos vdekur më kurrë, për të mos vdekur më kurrë, për të mos vdekur më kurrë, dhe për këtë arsye ai është i vetmi që mund t'ju jap jetën e përjetshme. Varri i boshatisur u thot të gjithëve se Jezusi dhe vetëm Jezusi e mundi mëkatin dhe varrin. Jezusi është i vetmi që ju tregon se varri i tij bosh është provë e ringjalljes së tij. Dhe për këtë arsye, as edhe një njeri nuk mund t'ju shpëtojë. Vetëm Jezusi mundet. Vetëm Jezusi mundet. Vetëm ai që e mundi vdekjen dhe varrin mund t'ju jap jetë. I vetmi që ka pushtet mbi vdekjen mund t'ju jap juve jetën e përjetshme. Prova për ringjalljen fizike të Jezusit, jo vetëm që u regjistrua nga shumë dëshmitarë okular të krishterë. Ishin mbi 500 të tillë, por edhe historianët judenj dhe siç e dini ata nuk e pranuan Jezusin. Ata e refuzuan atë. Por disa prej historianëve të tyre, njëri prej tyre historiani më i njohur me emrin Josefus,
A i shkruan me detaje të gjitha provat për ringjalljen e Jezusit dhe ndikimin që pati kjo ringjallje në jetën e apostujve, se ata me kënaqësi do të vdisnin për Jezusin. Nuk vdes njëri për një mashtrim. Për këtë arsye që të gjithë apostujt përveç njërit, Gjonit, u torturuan dhe patën vdekje të tmerrshme dhe e pranuan me kënaqësi. Sot në mbar botën ka shumë njerëz të përndjekur dhe disa prej tyre kur vinte Krishti ata po firmosin vërtet dënimin e tyre me vdekje. Çfarë guximi? Dhe kur vini dhe shihni varrin e boshatisur, nuk mund të qëndroni pa folur. Nuk mund të bëni dot gjë tjetër veç se të tregoni. Por është urdhërim që ne të shkojmë dhe të tregojmë. Ky nuk është një sugjerim, është në kohën urdhërore. Ju nuk mund të mbani vetëm për vete lajmin e mirë, nëse zbuloni një kur për një sëmundje, a nuk do të doni që ta shpallnit më të madhe? Përpara se të vija te Jezusi, krijoja shumë pengesa dhe kundërshtime. Unë i urreja predikuesit. Disa prej jush mund të ndihen njësoj edhe tani. Unë ju fal, sepse e di se si është. Sa shumë kundërshtime, sa shumë dyshime, sa shumë pyetje, sa shumë paqartësi. Si këto gra, pa dyshim që kishin lloj-lloj gjërash në mendjet e tyre, po ata ushtarët romak, po vula romake, po guri, po ai gur i stërmadh. Të gjitha këto ishin pengesa për të cilat po mendonin këto gra. Por sa po fuqia e Perëndis i shkatërroi të gjitha këto pengesa në jetën time dhe në mendjen time, sa po guri i dyshimit u zhduk, sa po ushtarët romak të egoizmit tim u drodhën dhe janë mbathën, sa po vula e vullnetit tim dhe dëshirës time për të jetuar siç doja unë u shkatruan, sa po këto pengesa dhe kundërshtime u zhdukën, sa po ju vini të shihni dhe të përjetoni vetë fuqinë e Jezusit të ringjallur, nuk mund të mos u tregoni të tjerëve për këtë. E fillova duke u folur para besimtarve. Tani më lejoni t'ju flas besimtarve, atyre që e kanë njohur dhe përjetuar Jezusin për vite e vite me radhë, por që po rrin ulur mbi lajmin e mirë dhe nuk e keni ndar kurrë atë me dikë. E di që frika e mbyll gojën tonë, e di këtë. Por ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Ne jemi të detyruar, ne jemi të urdhëruar të tregojmë të tjerëve. Për fat të keq ka shumë njerëz që e kanë përjetuar këtë fuqi në jetën e tyre her pas here e kohë pas kohe. Por sërish, ata kur nuk kalojnë te urdhërimi i dytë. Shkoni t'u thoni. Unë lutem që kjo të ndryshoj sot. Ata që e kanë përjetuar heqjen e gurëve të dyshimit në jetën e tyre. Ata që e kanë përjetuar thyerjen e shumë vulave që i kanë mbajtur larg ata. Ata prej nesh që e kanë përjetuar fuqinë e shpërndarjes së reve të frikës dhe egoizmit. Neve na ka mbetur vetëm një urdhërim. Një. Shkoni t'u thoni. Shkoni t'u thoni. Shkoni t'u thoni lajmin më të mirë nga të gjithë. Shkoni t'u thoni. Të vetmin lajm të denjë për t'u dhënë. Vdekja ka vdekur. Vdekja është mundur. Jeta e përjetshme tani është e mundur. Dhe mund ta merrni atë kur e pranoni Jezusin si të vetmin Zot dhe shpëtimtar. Që e pranoni pagesën që bëri në kryq për ju personalisht, qofshi të rinj apo të moshuar. Ndërsa e mbyll, mund të them në mënyrë kategorike se pavarësisht se me çfarë jemi përballur apo do të përballemi, me çfarëdo që të përballemi në të ardhmen, mund ta përballojmë atë me vetë besim. Pse? Sepse ne erdhëm dhe pam varrin e boshatisur, sepse ne e kemi përjetuar fuqinë e ringjalljes në jetën tonë dhe prandaj ne kemi siguri se për shkak të varrit të boshatisur ai do të jetë me ne në mes të përmbytjeve dhe në mes të zjarreve, në mes të problemeve të jetës dhe ai do të na kalojë të sigurt në anën tjetër të lavdisë.